Përshëndetje të nderuar shikues të Infodes, mirë se po takohemi edhe sonte. Sot do të diskutojmë për shumë tema të rëndësishme për vendin tonë, siç është çështja e konsolidimit të kuvendit. Pashtu do flasim edhe në lidhje me arrestimet e djeshme që ndodhen në Kaçanik, por patëm 7 arrestime. Pashtu do të flasim edhe për një protestë të cila është dëshiruar që të mbahet nga disa aktivistë atje në përkraje të luftës që po ndodhen në Palestinë. Por fillimisht do të ndjekim një blok të lajmeve për të kthyer në studio me panelin. Dhoma e tregtisë dhe industrisë Kosovë ka ngritur alarmin se bizneset e sektorit minerar janë afër falimentimit, shkak i bllokadave të krijuara me hyrje në fuqi të ligjit për pronën publike. Në një konferencë për media, ata bën thirrje për zhbllokim të situatës politike dhe hapa konkret në drejtim të përmirësimit të gjendjes. Drejtori i dhomës së tregtisë dhe industrisë Kosovë, Kushtrim Ahmeti, tha se ligji për pronën publike ka shkaktuar tegazhe jashtëzakonisht të mëdha, duke bllokuar funksionimin të shumë institucioneve. Ligji për pronën publike, i cili ka shkaktuar tegazhe jashtëzakonisht shumë të mëdha, ka bllokuar shumë institucione në funksionimin e tyre, meqense ky ligj pastaj ka shkel ligjet e tjera, ka bllokuar ligjet e tjera për të funksionuar dhe kjo ka shkaktuar një blokadë totale të një numër të madh të institucioneve në vendin tonë. Janë një numër i madh i kompanive në sektorin minerar dhe jo vetëm që cilat janë bllokuar në pamundësi për të kryer aktivitetin e tyre punues, shkaku i mos funksionimit në këtë rast të Komisionit të Pavarur të Minera dhe Mineraleve dhe Agjencisë së Pyjeve të Kosovës, të cilat janë bllokuar shkaku i futjes së ligjit për pronën publike në 2023, ndikon rreth fundit vitit 2023, dhe që nga ajo kohë deri më sot numri i këtyre bizneseve po vazhdon të rritet, sepse koha po vazhdon dhe nuk ka ndonjë lëvizje fare që të zhbllokohet kjo situatë deri më tani. Ahmeti tha se përkundër përpjekjes së dhomës nuk ka pasur ndonjë lëvizje adekuate në drejtim të përmirësimit të kësaj situate. Prandaj, përsëri kërkoi që sa më shpejt të ketë formim të institucioneve shtetërore. Nuk ka pasur një lëvizje adekuate që do të ndikonte në zhbllokimin e situatës. Ne kemi dhënë kontribut të madh në çështjet e rregulloreve, 3 rregullore që kanë bërë të mundur formimin e njësisë në kuadër të zyrës kryeministit, pra njësisë për menaxhimin e pronave publike, që ka qenë parapame edhe me ligjin për pronën publike. Kjo njësi aktualisht nuk është ende funksionalizuar siç duhet. Domani kemi 2 ose 3 persona që kanë filluar punën aty. Në fakt, sipas ligjit duhet të jenë deri në 10 punëtor. Kemi bërë thirrje gjithë kastës politike që të ulen dhe të gjejnë një zgjidhje që të zhbllokohet kuvendi i Kosovës, që të gjendet një zgjidhje që të formohen institucionet tona në këtë rast edhe qeveria e Kosovës, sepse çdo vonesë ka humbje të mëdha për biznesin në Kosovë. Krijem të institucioneve shtetërore kërkoi dhe Bujar Avdyli, jurist i grupit punues për sektorin minerar, në kuadër të dhomës së tregtisë dhe industrisë, i cili tha se si pasojë e gjendjes së krijuar, bizneset e sektorit minerar janë në kolaps total dhe buzëshuarjes. Kemi disa probleme ku në ato probleme na kanë shfaqur rrugës tash. Dhe kërkojmë nga institucionet, nga qeveria, të bëjnë diçka të zhbllokoj situata që është kështu, këtë gjendje që është. Të na mundsoj të paktën bile të zhbllokohemi, të zhvillojmë veprimtarinë, të punojmë, se për ndryshe na jemi në buzë të falimentimit. Dhe shpresoj se me mirë kuptim edhe me mirësi të janë mirë njerëz ndaj neve që kemi ardhur këtu të kontribuojmë edhe sa do pak që investimet tona mos të jenë të bllokuara, mos të hasmim burokracinë në kësi procese, në kësi blokada, se për ndryshe nuk do të rrim kështu. Tafel Çala, investitor nga diaspora në sektorin minerar, tha se për shkak të situatës së krijuar pas futjes në fuqi të ligjit për pronë publike, biznesi i tij është buzë falimentimit. Ai kërkoi përkraje nga institucionet qendrore. Ligji për pronën publike ka hyrë në fuqi në dhjetor të vitit 2023.
Me rastin e ditës së tokës urgjente po konsiderohet nevoja për rritjen e kapaciteteve për të mbrojtur ambientin. Në konferencën Ura të reja për një të ardhme të qëndrueshme në Ballkanin Perëndimore organizuara nga The Balkan Forum ishin të pranishëm të rinj nga vende të ndryshme. Në kuadër të projektit angazhoni, lidhni dhe fuqizoni të rinjët për një të ardhme të gjelbër të qëndrueshme në 5 shtete të Ballkanit Perëndimor, u mbajtën trajnime dhe u ndan praktika për ndryshimet klimatike. Koordinatorja e projektit nga Build Green Group, Francesca Koranç, tha se përmes këtij projekti ishin përpjekjet për fuqizimin e të rinjve drejt një të ardhme të gjelbërt. Gonxhe Konjusa nga Balkan Forum theksoi nevojën urgjente për rritjen e kapaciteteve për mbrojtjen e ambientit. The Fast Forward project was a 15-month initiative implemented by a consortium of 6 partners from Albania, Kosovo, North Macedonia, Bosnia and Herzegovina, and Spain. Through training of trainers, youth exchanges, and collaborative activities, the project addressed the urgent need for climate education, capacity building, and regional cooperation. Sot është dita ndërkombëtare e tokës, e cila shërben si një rast për të reflektuar mbi rëndësinë e kujdesit për shtëpinë tonë dhe për adresimin e sfidave serioze si ndryshimi i klimës. Sipas Kombeve të Bashkuara, kjo ditë është vetëm një thirrje për veprim për të mirën e planetit tonë nga ndryshimi i tendencës së mbushjes së oqeaneve me plastik, të ngjarjeve aktuale klimatike që prekin miliona njerëz, duke përfshirë nxehtësinë ekstreme, zjarret e përmbytjet. Kosova ka bërë përparim të moderuar në zbatimin e planit të veprimit për tregun e përbashkët rajonal të procesit të Berlinit. Kështu thuhet në raportin e Institutit Demokratik të Kosovës, i cili u publikua të martën. Hulumtuesja në KDI Violeta Axholli tha se fokusi i raportit është në fushën e digitalizimit dhe agjendës së gjelbër. Sipas saj, në kuadër të agjendës së reformave evropiane, Kosova ka bërë përparim në zhvillimin e rrjetit 5G si pjesë e agjendës digjitale 2030. Mirë po shtoi se duhet bërë angazhim më i madh në kuadër të agjendës së gjelbër. Si mangësia ajo përmeni mungesën e aftësive digjitale, sidomos në sektorin e arsimit. Në anën tjetër, ajo tha se Kosova ka vendosur objektivat për energjinë dhe klimën deri në vitin 2030, ku përfshin rritjen e pjesës së energjisë ripërtrishme deri 32% dhe reduktimin e gazrave sër deri në 16.3%. Primet në moszbatim, siç është rasti me divizjen inteligjenta artificiale, qasja në teknologji, pra janë aspekte përfunduar planin kombëtar për energjinë dhe klimën, e ky plan ka filluar të ta miratoj sa më shpejt këtë plan. Një gjë tjetër që mbetet për 24. Ndërsa aktualisht ekzistojnë do të thotë në fuqi por vlen teksohet që këtij plani i ka skaduar afati dhe edhe energjisë, miratuar në mars të vitit 2023, por që ashtu duhet bëhet edhe miratimi i ligjeve, siç është projektligji për energjinë, projektligji për energjinë kuvendit, në pritje janë edhe projektligji për rregullatorin e parasysh tani që ka pasur një rritje të çmimit të energjisë, që mund të përparashihen disa reforma në sektorin e transportit që duhet të adoptojnë zgjidhjet. Pjesë e tryezës në diskutimin ishte edhe ministra në detyrë e ekonomisë Artane Rizvanolli, e cila tha se procesi i Berlinit është kyç në bashkëpunimin rajonal. Ajo tha se Kosova është vendi më proaktiv në rajon kuadër të procesit të Berlinit, mirë po vuri në pa destruktivitetin e Serbisë, sidomos në moslejimin e alokimit të kapaciteteve në linjat të transmisionit. Kosova është ndër vendet më aktive dhe proaktive në procesin e Berlinit dhe këtë i kemi parë edhe me ratifikimin shumë të shpejtë të gjitha marrëveshjeve dhe së fundmi madje edhe me ratifikimin e njëanshëm të marrëveshjes për lëvizje të lirë me letër njoftimi me Bosnjën dhe Hercegovinën, kur është pjesë e proceseve të tilla të bashkëpunimit rajonal, nënshkruan marrëveshje të reja, synon thellim të bashkëpunimit e të tjera, mirë po nga ana tjetër në realitet në Ballkan dhe veçanërisht Kosova ka probleme specifike politike që në një farë mënyre të bëjnë të mos shpresos shumë edhe për marrëveshjet e reja. Nëse flasim për energjinë, për shembull, një gjë që e kemi përjetuar gjatë gjithë kohës ka qenë që ne për gjatë gjithë kohës kemi votuar në Këshill të Ministrave ose jemi dakorduar në proces të Berlinit për të thelluar bashkëpunimin. Nga ana tjetër, ende jemi sot në një situatë ku për 5 vite Serbia nuk lejon alokimin e kapaciteteve në linjat e transmisionit.
Kjo është një çështje, kjo është domethënë tregti bazike e cila i kushton qytetarëve të Kosovës miliona. Mes tjerash në raport janë adresuar rekomandime ndaj institucioneve, veçmas në zgjerimin e rrjetit të internetit të lartë në shkolla, po ashtu të sigurojë burime të mjaftueshme për implementimin e infrastrukturës digjitale.